Besoj që kjo është fushata elektorale më e vakët që kemi parë ndonjëherë. Kemi parë një opozitë e cila nuk mund t'i thuhet opozitë, e cila ende është në atë qerthullin se kush do jetë kandidat. Seksionet në përqarqe nuk i binden qendrës së PD-s. Dhe e gjitha kjo shkakton një lloj amullie. Në fakt, nuk e di pse Edi Rama u nxitua që t'i bënte këto, duke pasur parasysh që Tirana është problemi i madh. Nuk e kuptoj pse u nxitua t'i bënte këto zgjedhje, sepse thuhet që e zuri nuk kundërshun në befazi opozitën. Unë mendoj që kjo opozitë, si ti bësh zgjedhje tash, si ti bësh mbas 6 muaj, të njëjtin rezultat ka. Është një opozitë e cila ka mbetur në limbo, pra s'është as ajo që hap rrugën, po s'është as ajo që është në gjendje të vazhdojë. Do përdor një frazë të një deputeti demokrat i cili thotë: ne s'dim ku jemi, s'na pranon as Varreza dhe as spitali. Pra kjo është një situatë ku opozita nuk përbën asnjë rrezik për pushtetin. I vetmi problem ishte ngërçi që shkaktoi gjykata kushtetuese dhe nxitimi i presidentit për të firmosur një dekret pa pasur parasysh asgjë nga ligjet. Nuk e di, ka këshilltar ligjor, nuk ka këshilltar ligjor presidenti, apo i mjafton ai kryeministrisë. Por e vërteta është që në qoftë se ka një betejë që është e rëndësishme për Ramën, është betejë për Tiranën, jo se ka të fituar. Jo se ka të pafituar. Gjithë problemi është me çfarë rezultati do dali Rama. Nëse do dali me një rezultat më të dobët se sa Belie, pra nëse kandidati Manasiliu do marrë më pak vota se sa Belie, atëherë kjo është një sinjal që në masën e elektoratit ka pak kënaqësi, po deri këtu nuk bëhet fjalë për një humbje. Ama i vetmi kandidat serioz që është përballë Manasiliut, mendoj që është Alin Qori. Unë nuk mendoj që Alin Qori është kandidat i cili vërtet mund t'i shkaktojë probleme Ramës, por ama është një kandidat ideologjik i cili ka, le të themi, më brumë se sa kandidatët e tjerë. Kush janë kandidatë e tjerë? Ai që është i Partisë Demokratike dhe bëri vetëm një gjë që bashkangjiti edhe ata të partive të vogla, për cilat unë s'kisha asnjë dyshim që mund të ishin parti individualitete, sepse të gjitha fillojnë si ndërmarrje personale, secili do të bëjë edhe kioskën e vet ku të shesi ato paketat e veta. Ndërsa Lindi tregoi një stof prej politikanit duke mos pranuar që të Redi Muçi të jepte dorëheqjen, çka do ishte në një farë mënyrë një truk për të lëshuar vendin në parlament për Alin Qorin, pra nuk e pranoi këtë, dhe pranoi që të futet në garë për Bashkinë e Tiranës. Unë këtë e shoh të vetmin kandidat serioz. Natyrisht që ka probleme në infrastrukturë, natyrisht që ka probleme në programin e tij. Ne ende nuk e dim çfarë programi ka, sepse nuk mund të vazhdosh që do prish shkollat, do prish atë, do prish këtë. Kjo është e tejkaluar. Nuk kemi luksin ne si komb që të prishim gjëra. Neve na duhet të ndërtojmë dhe jemi brava me ndërtimin e gjërave. Por ama është një kandidat i cili ka një ideologji dhe ka një objektiv. Ka stof. Dhe mendoj që ky është i vetmi kandidat real përballë Manasiliut. Të tjerët pastaj më duken që të gjithë bufon, marioneta të vendosura aty, që bëjnë si të djathtë, që përdorin një terminologji populiste, po që nuk ka lidhje fare me politikën dhe me ndjeshmëritë që kanë tashti njerëzit. Kuptohet që do jetë një përballje, kjo duke pasur parasysh edhe dekretin e presidentit, do jetë një përballje e cila mund të ndodhë ose mund të mos ndodhë. Po gjithsesi Alin Qori ka fituar pikë me këtë gest të tij që bëri, dhe me thënë të drejtën është një veprim i cili do t'i japi në të ardhmen e vet rezultatet.
Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesa e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rutina Xhunga. Ju faleminderit.